Ditë intensive për Berishën Bruksel, në misionin për të mos njohur zgjedhjet. Zyra e shtypit Partisë Demokratike njofton se doktori ka zhvilluar një seri takimesh informale për të folur për farsën e tij të 11 majit. Berisha me bindje deklaroi se në këtë vizitë po e përmbush misionin e po ja ngul në mendje evropianëve pse zgjedhjet e 11 majit ishin farsë dhe Shqipëria nuk e meriton integrimin në Bashkimin Evropian. Unë them se udhëtimi dyditor, qëndrimi dyditor realizoi në tempullin e demokracisë europiane, realizoi qëllimet e tij. Edi Rama do t'i ngecë në fyt vota e diasporës dhe dhunimi që u bëri zgjedhjeve. Në fakt, takimi vetëm që reklamon me foto dhe shkrim zyra e shtypit është ai me një eurodeputet letonez, që nuk është as pjesë e partive popullore europiane, por e konservatorëve dhe reformistëve. Por vetëm pak metra larg zyrës, doktori t'i erdhi një shuplak me pesye. Komiteti i jashtëm i Parlamentit Evropian miratoi raportin që certifikon zgjedhjet e 11 majit dhe vulos rrugën e Shqipërisë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Në këtë mbledhje të posaçme, të pranishëm ishin dhe 2 deputet të Partisë Demokratike, Jorida Tabaku dhe Oerd Bylykbashi, të cilët pas përfundimit do duhet të riktheheshin në zyrën e takimeve e t'i jepnin lajmin e idhur doktorit. Por Berisha nuk priti shumë gjatë, doli nga zyra me nxitim të flasë për raportin. Damkosi në mënyrë të qartë si kristali regjimin e Edi Ramës. Ky raport denoncoi me qartësinë më të madhe farsën elektorale të vit të 11 majit 2025. Sot mund të themi se kjo ishte vatërloja. Doktori shpesh nuk ka nevojë të lexojë raportet apo t'ia komunikojë dikush. Ai interpreton si çdo vet ai. Mbledhje në fjalë e drejtoi eurodeputeti i Partive Popullore Europiane David McAllister, kurse raporti u miratua me shumicë të konsiderueshme votash, 57 pro, 11 kundër e 6 abstenim. Por nga e folura në të shkruar, në dokumentin zyrtar, thuhet qartë se eurodeputetët shprehen mbështetje për objektivin e Shqipërisë që synon mbylljen e negociatave të antarësimit me Bashkimin Evropian deri në fund të vitit 2027. Ata nënvizojnë se ka nevojë urgjente për të thelluar reformat. Kërkohet që autoritetet shqiptare të përqendrohen në forcimin e pavarësisë së gjyqësorit, luftën ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe mbrojtjen e të drejtave themelore. Shqipëria me krenari mund të quhet një ndër vendet përparimtare ndër kandidatët për antarësim në Bashkimin Evropian. Kjo pjesërisht fal mbështetjes së gjerë të popullatës shqiptare, por nuk kemi ende në vijat e finishit. Është thelpsore të vazhdohet me të njëjtin ritëm dhe përkushtim, duke luftuar korrupsionin dhe duke forcuar sundimin e ligjit. E veçanta është se në krye të raportit vlerësohet konsensusi i gjerë politik dhe popullor në Shqipëri për të përshpejtuar procesin e integrimit evropian, dhe i vetmi kundër del se është Berisha, dhe kësaj radhe ai jo vetëm mori një shuplak, por po kthehet edhe duar bosh nga Brukseli. ABC News mëson se Partitë Popullore Europiane nuk do të miratojnë asnjë rezolut për zgjedhjet e 11 majit. Partitë si motrat Partisë Demokratike, ndryshe nga Valencia, në Bruksel nuk i dhan asnjë copë letër. I premtuan doktorit vetëm se do të dërgojnë një mision faktmbledhës me shpresën se do të përfundojnë në Shqipëri e jo në Liban. Por, ndërkohë, telashet për zotin Berisha vazhdojnë. Është Partia Agrare Ambientaliste, e cila ka dorëzuar një kërkesë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, aty ku ajo nuk pranon miratimin e tabelës përmbledhëse për qarkun e Tiranës dhe bën një kërkesë për hapjen dhe rinumërimin e kutive të votimit. Bëhet fjalë pra për Partinë Agrare Ambientaliste, e cila temi ka shtuar listën e të pabindurve apo të pakënaqurve brenda vetë koalicionit të Shqipërisë madhështore. Bëhet fjalë për Rogozhinën dhe për Kavajën, pra kandidati Roshi, Elton Roshi, i cili sipas lehtës dorëzuar nga Partia Agrare kanë konstatuar mos përputhje mes votave të lexuar në ekran për të dhe të dhënave të pasqyruar në proces verbalet përfundimtare të tabelimit. Pra kjo shton dhe njëherë temi rrëmujën brenda Partisë Demokratike dhe Aleancës saj sa i përket një tjetër qarku shumë të rëndësishëm atë të Tiranës. Roland, Urdhëro. Çfarë emri i vëmë kësaj? Po Sali Berisha kërkon që ta kthejë Partinë Demokratike në një tempull, duke e quajtur veten misionar, ndërkohë që
kandidatët për deputet ose politikanët nuk janë priftërinj. Ashtu këtë na dëshmoi dhe Auloni me qëndrimin e tij sot, këtë na dëshmojnë dhe të tjerët. Do të thotë që këto janë individ që kanë personalitet, ndihen të përdorur dhe kanë bërë një kontratë me votuesit e tyre. Dhe të kujtojmë që Roshi që prap një nga më të votuarit edhe në 5.000 disa vota. 5.000 disa vota në zonën e tij. Kështu që në këto kushte askush nuk lejon që ai është i vetëdijshëm që ndoshta nuk hyn në parlament edhe po të numërojë votat. Por gjithsesi çfarë po ndodh, çfarë po ndodh në çadrën blu? Pra kjo është ideja. Se u bën shumë çfarë. Mendoj që ajo duhet kuptuar të reagimi që bëri avokati i Berishës. Ata e ndjejnë që baza e partisë, unë ta thash dhe dje, do të vinë nga poshtë lart. Askush nuk e fal më, do të thënë 16 vjet në opozit dhe në mënyrën se si Berisha mundohet të ndërtoj arkitekturën e të qëndruarit të tij në parti, pasi ai tashmë partinë e ka të zaptuar. Neni që quajnë Neli Basha vete ka rëzuar. Po pra, vete ka. Bile është deri paradoksi në këto që do të bësh ti editorialet. I bie që nëse Berisha me anë të gjykatës rrëzohet, i bie që Basha rrëzoi Berishën, kështu i bie, Neni Basha rrëzoi. Jo, kjo nuk është paradoks. Ai në punë vet. Kjo është karma me këtë madhe. Pikërisht tamam karma. Kjo është tamam, nuk ka fjalë, është total, është vlerë absolute në vend. Por ata u them që do vinë nga poshtë lart, është e pashmangshme, Sepse jam dakord me atë parantezën që bëri Froku. Froku e shikon me pesimizëm dhe thotë që ajo parti nuk bëhet më, ka ngelur kështu, mundojmë ta përkthej unë, duke nisur edhe nga diskutimet e ka 5 vjetë Froku. Dhe nuk është ndonjë problem i madh po ushqem. Unë nuk jam shumë dakord me Frokun, ndoshta jam nostalgjik, por nuk jam shumë dakord me këtë pjesë me Frokun. Dhe në këtë sens u them që janë dy partitë më dha në Shqipëri, votojnë dy partitë më dha dhe u provua edhe në këtë herë. Kemi parasysh që deri një vit më parë opinioni publik në sondazhe dilte 70% kundër klasës së vjetër politike, por në fund fare ku erdhi dita ata 100.000 vota, 200.000 vota i dhanë partive të tjera le të themi, dhe pjesën tjetër, pjesën më të madhe u dhanë partive. Jo, nuk janë pak. 200.000 vota, me thënë vërtetë. 200 apo 300 që kanë marrë pjesë votive. Sinjali fort. Nëse do kishte një unison social të këtyre, një kohezion social të këtyre partive të reja, pikërisht kundër klasës vjetër politike, sot do kishim në realitetet 200.000 vota. Jo, po të kishim në një sistem tjetër. Jo, edhe me këtë sistem. Edhe me këtë sistem. Po, sistemi luftohet nga brenda. Nuk luftohet nga jashtë ka revolucion. Sistemi luftohet nga brenda. Ti futesh brenda sistemit dhe nuk futesh copa si që funda. Ta po të ishim bashk, do të flisishim nuk e di për sa, po sigurisht po të bëni polin e tretë. Patjetër. Bi 10 mandat. Unë kam qenë kundër. Unë kam qenë pro, ju e dini. Po ju keni qenë pro, unë po e them, unë kam qenë kundër, por shifra tregojnë që ka qenë një vot e cila do unifikohej kundër sistemit vjetër. Kjo është pak po e sigurt. Pra, se patëm dhe 200.000 vota, megjithëse partitë ishin shumë të fragmentarizuara, në njërin për tyre në luftë hapur me tjetrën, por prap ishin 200.000 vota që besoj do t'i bashkonte kohezioni kundër sistemit vjetër, apo jo alo. Dhe për ta mbyllur do të them vetëm janë shumë. Do të them vetëm një përcaktuese për i vënë si Shqipëri. Më pak se 200. 200 janë shumë. Kjo kohë që duket sigur është një kohë që s'flet, kjo është një kohë që flet shumë. Ky moment, kjo periudhë. Dhe këtu ne do të vëmë re ata politikanë të karakterit ose politikanë referencial që mund të lindin. Për shembull, Auloni ne duam, Auloni tani hyri tek politikanët referencial. Apo jo? Jo vetëm për votat që mori, se kanë marrë dhe shumë vota, por nuk për 2 vjetra. Rasti ti po kthehet pikë referencë. Akti, sepse politikani matet me aktin që bën. Aty zë vendin, aty krijohet si individualitet, ndahet nga kopea, ndahet nga turma. Berishën ky e tërbon. Berisha, dhe prandaj e kuptoj Frokun dhe Martinin kur folën më parë që qamanallin Auloni në këtë sens, se ai ka ngrënë personalitete në 34 vjet që kanë qenë personalitete karakteriale si në aspektin profesionist edhe në politik. Froku e di më mirë se të tjerë të punë, se Froku është nga ato që u godit, po nuk u kthye kurrë më tek ai, ndërkohë të gjitha që përmendin me gjithë respektin maksimal intelektual që kam për ta kanë një problem shumë të madh. Kthimin mbrapa. Ajo zbëri gjithë kauzat e tyre, natyrisht. As ti se ke bërë atë, as unë se kam bërë atë, as Froku se ka bërë atë. Edhe unë jashtë ngela sepse kam thënë jo. Po pra, ne po ta them pra. Por po i the jo atë ngele jashtë, po ata që ngelen brenda, ja ata kush i njeh sot ata të listës brenda. Prandaj thash që krijuam kemi sot në qendër të fokusit të diskursit publik, apo jo kemi këta që janë jashtë, po këta që janë jashtë unë prap dhe këtu ndahem me Frokun Martin që këta që janë jashtë janë fakt ajo që po ndodh realisht brenda PD-s.
Edhe do ndodhi, ringjalli. unë besoj që do të ndodhi. Dhe ndodh, nuk po e bëjnë ato super intelektualët e aleancës demokratike, apo ku diun këta tjerë që vinin gjoja parashutoshin si diversant nga Amerika. Jo, po e bëjnë aktor të shoqërisë civile, njerëz publik cilët janë bashkuar një kauzë opozitare, e cila ka akumuluar pakënaqësitë që ekzistojnë në një zonë caktuar, krye kësaj radhe. Tani për hir të vërtetës unë Që ta përgjithsojmë pak fenomenin, jam dakord. Landi i vuri edhe mbi emër, se ti the çfarë emri ve, i vuri edhe mbi emër. Problemi është që në atë parti, pa diskutim, më vjen keq ta them, po edhe Auloni, edhe shumë të tjerë, nëse do shkojnë drejt asaj sjelljes që ata kanë për të kundërshtuar pavarësisht parimeve. Kjo është konsistencë, po i qëndron kam përshtypjen në mënyrë konsistente tezës kauzës vet. Dhe kjo e tërbon gjën e vjetër. Nuk do të jenë më pjesë e ekipit të partisë së Sali Berishës. Pak rëndësi ka kjo. Çfarë rëndësi ka kjo? Rëndësi ka me kohë ka janë votuesi PD-s, po nuk ka rëndësi kush e kontrollon zyrën e PD-s. Ja ku e ke Lulin e majti zyrën e PD-s. Sot kishte mbyllë zyrën tjetër. Sot kishte mbyllë zyrën tjetër. Ky që ma u merr ta majnë zyrën, të majnë çelësat e kashës. T'ja japin njëri tjetrit. E merr gazi, ja jep Saliut, e merr Saliu, e jep gazit, të ndrojnë çelësat me njëri tjetrin puna kush ka votë ato Martin. Në këtë politikë, se po ashtu kështu, ajo sigël do shkojë me single digits, do shkojë me numra tek. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka folur dikur dhe ka folur shumë mirë për moralin në politikë dhe filozofinë politike. Po ndërkohë, atë që ka dëmtuar më shumë Partinë Demokratike është pikërisht morali dhe filozofia politike e ndjekur nga leadershipi i Partisë Demokratike me në krye zotin Berisha. Tani ne jemi, e di gjithkush, jemi në kushtet e mos respektimit të standardit fundor të sjelljes së politikanëve në demokraci, që do të thotë kur humb merr përgjegjësi për humbjen dhe akti final është dorëheqje. Këtu në Partinë Demokratike tu kanë shkuar më lart, te statuti i ri kanë shkuar më lart tek statuti i ri. Ke s'do të shkojë fare në zyrë, s'ke nevojë të japësh dorë, hik shtëpi. Basha dhe që siç e shohim, zoti Berisha e kundërshton çdo ditë. Dhe ka gjetur të fjalën e magjishme fars për ta përdorur jo vetëm këtu, por akoma më keq kur vendi përgatitet për të futur në Bashkimin Evropian e tjerë dhe kur siç pam ka shumë deklarata që janë shumë optimiste, jo për Edi Ramën, jo për Sali Berishën, por për gjithë popullin shqiptar, dhe qohet një politikan me këtë filozofi politike dhe e bën copë vendin e ti, duke thënë tu ka narkoshtet, tu ka lidhje me banot, me Sinaloën, e përmende ato Kolumbie, Peru e tjera, që nuk i shkojnë një politikani serios. Por më tepër një politikani që ka 35 vjet në demokraci, në politikën demokratike, edhe një 20 e sa në atë politikën e qoftë largut, shu që ato të qoftë largut për ja falim. Po për qoftë largë është bërë, nuk është bëraj. To 35 tjerat vallaj i qik me vëshirësi. Dhe po i merë mesazhet që tani nuk po e falë më asë njeri, se në fund fare, si to franceza, chacun pour soi, le Dieu pour tous. Ne duhet përkrajmë gjithë to njerëz. Zotin, a i ketë bajë raportin me Zotin, por raportin me të vërtetën, raportin vërtetën e ka individi me vetën e vetë. Apo jo, Frok? Te këtu, na epi qikë shpresën. Pa tjera. Na epi qikë shpresën. Sa Auloni nuk është se, jetë 31 Aulon, sa e? Jam 35. Jetë 35, okej, desha me tonë nuk jetë 81. Desha të bëja rrim pak, po. Njerë të falenderoj për kujtesën që e kësoller në jetën time në Partinë Demokratike. Problemi i Partisë Demokratike është një problemi cili duket... Dhe më shkurte se duhet ta pyste për këtë dhe Aulon. Duket, unë flasë më shkurt sa askush, edhe shkruaj shkurt. Në më shkyrë, e kam nga Bego. Problemi është ky që në Partinë Demokratike nuk ka zhvillim nga brenda. Nuk ka asgjë nga brenda, nuk ka ashtu siç perceptohet që ka atje vulkane, ka tjerë zjarë për brenda atjerë fare. Ato lëvizje që po zhvillohen nga jashtë. Tani, para cilit realiteti ndodhemi?
ndodhemi një jashtë. Do me thënë, brenda ajo Partia Demokratike me ca tipa e tjere tjere. Jashtë bunkerit, të leadershipit, do thënë. Tani, jemi para një pamje të tillë, para një tydi si ky. Do me thënë, kujtoni para 2-3 ditësh që avokati i Berishës tha që Pardje që do të ketë tentativa për të vrarë kryetarin e tjere, për të vrarë brenda vetes. Ai padyshim që është fjalë Berishës. Po dakor, vetëm kam nëse më lejon se duhet ta mbyllim frok. Kam një replik jo me ty, po me avokat ose jo me avokatin, se s'kam ne fare respekti për të, por me replik me atë që ai ka thënë. Unë kam një përshtypje që ai ka evidentuar kundërshtarin e gabuar. Sepse atyre kundërshtarëve që ai është drejtuar, ata janë pa vlerë. Kundërshtarët e vërtetë janë këta. Po pikërisht ai për të ardhur. Ata janë kundërshtarët. Ajo është mënyra e parimit. Ai është mënyra se liberalizojë. Ai e drejton, ai drejton objektivin diku tjetër, por ka diku tjetër. Dhe Berisha i është drejtuar këtyre tjerëve, s'është drejtuar gejve. Se s'ka punë me gej, se nuk i kupton. Problemi është tek këta që po bëjnë lëvizjen. Dhe tani jemi në momentin që të tërë po shikojnë që Berisha porzohet, po i bien tullat, po i bien tullat për arsye tjera, do me thënë për arsye të ligjit, për arsye të krimit, për arsye e tjera, dhe tani jemi në momentin, nëse Berisha padyshim që do të sulmoj këta, njerëzit që janë duke tentuar të... Dhe do mbeten njësoj si shkanë mbetur gjithë mocionistët, si shkanë mbetur të gjithë për jashtë. Tash këtu pasaj duhet t'japim fjalën dhe palës tjetër. Pra, Froku përmbylli atë që unë fakt e thash në fund të editorialit. Ta ulon që a jeni ndërgjeshëm që kjo që ju keni nisur në emër të parimit, në emër të transparencës, në emër të temit të ruajtjes procesit shenjtë demokratik të votës, praktikisht mund të hapë kutinë e Pandorës dhe mund të rikthehet dhe shkoj sërish direkt e kësa Berisha. Dhe në këtë moment ka drejt Froku, Berisha e ka treguar që pun fare, po e sulmove, qoftë edhe në emër të parimit, ai do kundër reagoj. Pra, e keni marrë parasysh që kjo sfidë juaj mund shkoj shumë më larg se sa që keni menduar, pra mund shkoj edhe përtej kauzës tuaj personale. Këtë përgjigje e ka dhënë Aristoteli kur tha që e kam mik Platonin, por më shumë mik kam vërtetën. Kështu që beteja ime është për transparencë, nuk kam beteja as me X-in, as me Y-in, as me Z-ën. Kjo është një betejë që do t'i shkoj deri në fund për me pa votat. Qytetarët shqiptar kanë nevojë për me kuptu, sepse vetëm votojnë dhe shkojnë atje ca vota në KZZ, shkojnë ca njerëz, që janë tip njerëzisht të partive politike, që janë shumë në rumë për menimin tim, sepse nuk bëjnë gjithë krim zgjedhor, që rrinë dhe 9 ditë pa gjumë, i kam pa vetë... Pra jemi dakord, apa, që nuk bëjnë gjithë krim zgjedhor. Jo, mërse kjo është histori, ato janë njerëz si ata, janë njerëzit më punëtorë për mendimin tim, që ju dridhen durët, i kam pa duke flet gjumë në për tavolinat e numërimit, që është një këmban alarmi për mënyrën se si numërojnë votat në Shqipëri. Dhe si menaxhohet procesi po zgjedhor. Po turpi më burr, domethënë del rezultati për 6 orë në SBA me 400 milion banor, këtu 9 ditë për me numëruar aq vota sa ka. Pra edhe ju jeni dakord që procesi duhet të demilitarizohet, pra të depolitizohet. Unë mendoj që duhet gjeti zgjidhje tjetër për këtë punë. Vetë kam votim elektronik, numërim elektronik. Jam një nga ata kandidat zoti Balla që e kam pa procesin nga data 11 maj deri 20 maj. Kandidat tjerë nuk kanë ardhur për mi pa votat. Unë kam shku me pa dhe votat e diasporës, ja kemi kërku votat atyre njerëzve. Na votun, s'na votun, do të shkonim të numëronim atje. Duhet kemi respekt për njerëzit. Jo ca kandidat që e kishim venin e sigurt i shihnin votat nga televizori, nga emisioni jot. Unë kam qenë atje, kam marru procesi, pastaj nuk kam flet gjumë, se kam marrë këto videot e KQZ-s, jam akoma pa gjumë, vazhdoj të punoj domethënë. Edhe më shkoj kështu maraton e madhe këto. Aulon, se më duhet ta mbyll, unë të uroj realisht suksese në këtë sfidë që ti ke marrë, pasi është një sfidë që ti e the shumë bukur atë. Kam mik Aristotelin, por më shumë mik kam vërtetën dhe programi quhet Real Story, kështu që dhe ne kemi pasion vërtetën, pavarësisht se ne herë ajo dëm, edhe sidomos rastet kur nuk të pëlqen. Kështu që të uroj sukses në këtë sfidë që nuk është vetëm e jotja, por është jo vetëm e Partisë Demokratike, më fakt gjithë shoqërisë shqiptare e cila meriton nëse duhet të futemi në BE që të paktën të votojmë normalisht. Faleminderit Roland Beko për herë tretë të javës, shpresoj të fundit. Faleminderit Martin, faleminderit Frok. Risori këtë. Ka marrur me zor. Risori këtë. Bile më prishe punjë më ftoje sot. Rikthehet nesër në orën 8, deri atëherë mos u ballën atë mi. Kë bëzi kur i kanë